Partia Socialiste mbledh të njëjtën paradite grupin e saj të deputetëve nën moton sfidat parlamentare për Shqipërinë 2030. Takimi i cili zhvillohet në Pallatin e Brigadave do të nisë me fjalën e kryeministrit Edi Rama. Burime nga Partia Socialiste bëjnë me dije se Rama do të bëjë të ditur dhe qëndrimin që do të mbahet në parlament lidhur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Pas mbledhjes së Këshillit të Mandateve, kreu i grupit socialist Auland Balla deklaroi se çështja e Balluku do të shqyrtohet në takimin më të parë të deputetëve, ndërsa raporti po hartohet nga Ulsi Manja. Ndërkohë, në mbledhjen e grupit socialist, është parashikuar që të raportojnë 10 ministra, e secili prej tyre do të ketë 7 minuta në dispozicion për të prezantuar punën e dikastereve përkatëse. Në agjendën e bërë publike nga Partia Socialiste, nuk është përfshirë në raportim nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku. Në fund, mbledhja do të mbyllet me fjalën e kreut të grupit parlamentar Auland Balla.